I dashmi Zot alayhi salatu wassalam ka përmend veprat, adhurimet, më të pëlqyme, më të dashme dhe më të pranume dhe më të shpërblyme tek i Modhi Zot Xhelaluhu nëse besimtari i kryen dhe i bën me nijet pas të prisa në Allahut Azza wa Jalla. Dhe vallahi, lumaj besimtar e besimtare që garën me këto vepra dhe për këto vepra ka sidomos në këtë muaj, duhet me qenë gjithmonë të paktën këtë muaj. Thot Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, njerëzit më të dash tek i Modhi Allah Xhelaluhu janë dhe do të jenë deri në kiamet kjo. Ata njerëz që janë më të dobishmit e dobishmave, ka njëri tjetrit. Dhe a nuk e ka me meri muslimani që i thonë vetes musliman ose muslimonja që tjetë ndërmot dobishmit e dobishmave, se bari për muslimanët, por se dyti për mbar njerëzimin. Nuk i huazon, kjo thonë një Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ti jesh i dobishëm vetëm për muslimanët. Ja. Pase dobia jote ndaj një jo muslimani bëhet shembull dhe model si kur kanë qenë modelet e parë tanë, që u futën njerëzit në fenë Allahu Xhelaluhu turma, si që përmeni Modhi Allah Xhelaluhu.